Teleshikues të nderuar, mirë mbrëma. Vazhdojmë me prezantimin e legjendave të sportit në rajonin e Pollogut. Duke marrë parasysh se klubi i voleybollit Shkëndija këto ditë kremton 50 vjetorin e themelimit, atëherë ishte e rrugës që mysafir të sontem ta kemi njërin ndër legjendën e këtij klubit, Naser Qamilin. Naser, mirë se u gjetëm në hapësirët e shtëpisë tuaj. Mirë se keni ardhur. Fillimisht na thoni shkurtimisht për karrierën tuaj dhe urime 50 vjetorin e themelimit të klubit të voleybollit Shkëndija. Faleminderit, urime edhe krejt të qytetit të Tovës këtë përvjetor. Po, si them, është interesant fillimi im i karrierës time. Kjo ka ndodhur faktikisht fillimet e mia në klubin e voleybollit kanë qenë qysh vitin 74, pas themelimit. Sepse, kur erdha unë kam jetu në Odri, jam prej fshatit Odri, dhe visha në shkollë në gjimnaz këtu në Tetov. Kështu që në vetë klubin e voleybollit, ishte mirë të pjesë edhe daja im, Sali Alimi, kam daj. Kështu që ai më animoj, tha, hajde njerë, hajde vinë edhe ecu shtra, shka dojtë të bërë të qytetar. Edhe unë shkova një stërvitje, 2 stërvitje, 3 stërvitje, mirë po në shkova mu tërhiqte shumë. Voleybolli, ashtu? Voleybolli, si tillë, se kam në shkollën fillore, faktikisht, deri në klasën e 8 vjeçare, kam luajtur handball. Kishim një profesoresh, ndoshta e dini, Jablanka u quajte, ajo na animoi, na bëni një ekip handballi. Mirë, po të përmirësha me muzikë. Prej klasës 5 jam marrë me muzikë dhe nuk e paramendojsha shumë sport. Çfarë kanë përbashkët muzika edhe voleybolli? Po, do shta kanë edhe s'kanë përbashkët, po kanë. Kanë kërcimin gjithsesi? Po, kërcimi si i tillë është një pjesë veçantë e muzikës. Unë jam marrë me instrument, për shembull kam filluar me mandolinë, këto janë gjëra tjera, mos nuk përziem me sport. E mbani mend ndeshjen e parë që e keni luajtur zyrtar? Ndeshjen e parë zyrtare ka qenë Strumic. Po? Strumic ka qenë. Po, pak fillimet t'i tregoj se edhe shkova unë disa stërvitje dhe kështu që humba interesin për një moment. Se pa se është sport pak i rëndë teknikisht e ku diçka. Edhe u tërhoqa një kohë. Mandej, mbas një kohë prap, Afezati, profesor Afezati, tha ku jeve nip më thoshin, se isha nip i Saliut, thoshin nip, krejt ka thonë nip. Edhe, tha ku jeve bre nip tip, tha, çka është puna? Tha, po, profesor, po diçka thash, po tha, disa se mu të bëhen shta sportista i njoftun edhe standard. Nuk e di, hajde është do të provoj. Ajo ka qenë ma vitin e 2, gjimnaz. Isha vitin 2 gjimnaz, e mbaj mend ishte dimën, edhe stërvitjet i bëshim të sala... E gjimnazit? Jo gjimnazit. Të sala, ajo partizan që u prish ajo Sokolana... Të partizani, të gjikata që ajo një sala e vogël, ishte aty i bëshim stërvitjet, më varet tash si kishë gjimnazje ndër, nuk ishe regulu me... Aty i bëshim ne ato stërvitjet, se na të kohë lushim, e ndër nuk lunim sala. Rallë, lunim ma shumë për jashtë, terene jashtë. Terene të jashtë. Po, edhe si, u futëm në Ligën e Republikës, fatkisht, Maqedonisë. Atër kishte... Liga e pare Maqedonisë. Kishte çdo republikë që ishte Jugosllavisë atërshme, kishte ligat e veta. Edhe si u futëm në Ligën e Maqedonisë, fillum të lëvizim, se njëherë ka qenë Tetova në Shkëndija, ka qenë në Ligën komunale. Ligën komunale kretë lojët e lujt jashtë. Ka pas dikun të 30 klube në rajonin e Pollogit, në rajonin e Tetovës, se gjitha fshatrat. Sigurisht, çdo fshat kishte. Po. Çdo fshat kishte, me Zhorovjane, me Bogovina, këto fshatrat poshtë Vardarit që kishin Leshoku, Glogji, Jelovshnika, plot ekipa kishte. Kështu që kishin ligë komunale shumë e fortë që ishte. Sekret mire, ne atje në të kohë ende ishon fillestar, e mbaj mend lojën e parë kam luajtur në Glogj. Po?
me ekipin e Glogjit. Sharrin e Glogjit. Po, Glogjit. Edhe ato normal, si ishin ato, edhe atër ato provokime gjana. Edhe atje fitu më lojnë 3-2. Ma men atë lojë, veqëm kam qenë i lutari ri, rezerva, kështu, po e para herë që kam vinë lojë ka qenë që jo, në Glogj. E ka qenë viti, mund të 76-7, që ti duku. Ndë filestare, ndë pa i kompletu djenit e mija të volejbolit. Atë, pastaj me siguri ke qenë ma letë ka arsë, kur ke fillu ndeshjen e ditë, pasi edhe dajar kanë ditë pasteje. Po, mirë tash aty e di si është, në sport askush mund të të e mbrapa. Sigurisht, duhet të gjë nga djersa jote, ashtu. Nëse nuk je jaftë ta zotnësh sportin, s'mundesh. Nëser, a ke mbajt evidencë, sa ndeshje zyrtare ke luajt për klubin e volejbollit Shkëndija? Evidencë, të tregoj drejtën, nuk kam mbajt. Nuk kam mbajt evidencë, po ndoshta... A nuk ke mendu se dikur do të shpallin legjendë si sportit, po? Si kam paramendua të gjana kështu si të rëndësishme, po sigurisht ndoshta 500 ndeshje e më tepër kam... Nëse nuk i mbani mend sa ndeshje keni luajt, atëherë mbani mend sigurisht cilë qenë sukseset, më që keni arritur si lojtar aktiv me klubin. Sukseset personale, apo sukseset... Me klubin, normal. Me klubin, po, faktikisht, e para është vendi parë që ishte në Ligën Rajonale. Ligën Rajonale. Madej shumë turnire të rëndësishme, ndërkombëtare, lokale, zakonisht e merrshim vendin e parë, ose dytin diku, ashtu. Sipas formës momentale, po edhe rrethanave tjera, mirë po edhe në fund të para shpërbërjes nga i shtetit, po. Ne ishim faktikisht në lojë për të futur në Ligën e Republikanës. Jo Ligën Republikane, po në Ligën Federale të Jugosllavisë. Në Ligën e dytë të Federale. Ligën e dytë, po, Ligën e dytë federale. Mirë po, në atë kohë ndodhën demonstratat si që e njohtë në Kosovë, edhe këtu u përcolla ajo eufori që ishte, edhe klubi u shpërbë nga pushteti atëhershëm. Dihet, ato janë rastet të njohura. Por, a e mbani mend, cilët ishin volejbollistë që më tepër njiheshin në atë kohë, si më cilësor? Normal në rajonin tonë. Në rajonin tonë. Po, nga shqiptarët. Nga shqiptarët kanë qenë Namik Mustafaj, Arif Musli, Sali Alimi, Shkëndijës, të i tregoj kështu Shkëndijës që kemi qenë, ka qenë Gazin Nurishi, ka qenë Sinan Ramizi, kam qenë normal aty. Edhe disa të tjerë. Safet Sefullahu, Durim Luma, ka qenë gjenerat më ere. Pak më ere, 1-2 vjetë gjenerat më ere. Kur e përfunduat karierën si lojtar aktiv? Karierën si lojtar aktiv e kam përfundu në 1995. Si lojtar aktiv, a keni qenë i ftuar në reprezentacionin e Maqedonisë? Reprezentacionin e Maqedonisë kam luajt, po, kam qenë i ftuar. Qysh kur isha viti 4 gjimnaz, do të thonë maturant kur isha, ftesën e parë kam marrë. Por kemi të dhëna se ju keni qenë duket volejbollisti i parë shqiptar që jeni ftuar edhe në reprezentacionin e ish Jugosllavisë. Sa ka të vërtetë këtu? Po, jam ftuar dhe kam luajt për reprezentacionin e Jugosllavisë. Por spari reprezentacioni i trive i Jugosllavisë. Ajo ishte një, për mu, kur ftuar në reprezentacion të Jugosllavisë, unë se disha njerë, po ma përcollën këtë klubit. Se klub spari kishin dërguar të ftesën për reprezentacion. Edhe kështu të tregoj drejtën, merri si përvasi, po edhe merri si një rrjedhë normale e ushtrimeve, e sakrificave. Po kjo ndodhi edhe, du të tregoj pak si ka ardhur, ne ishim si reprezentacion antar i kombëtarës Maqedonisë atëhershme, që ishte Republika e Jugosllavisë, në ndodhi që ishim ne shkoshim në për gara. Edhe ishim në, e mbaj mendat mirë, në Foça, quhej Olimpiada Partizane.
ashtu i thoshin. Po, është mbajtur e në kohën e Jugosllavisë. Në sportet ndryshme u mbajtë. Po edhe voleybolli ishte pjesë e aty në sporteve, si olimpiadë, faktikisht. Futboll kishte, atletik kishte. Po, edhe tani mbajt, por me emën tjetër. Gara shkollore, gara universitare, kështu me radhë. Edhe për parën herë atje, kjo ka qenë vitin 79, 1979, unë kam qenë 15 vjeçar. Edhe atje, basi mbaroi ajo ciklusi i lojave në mes reprezentacioneve të republikave të tjerë, të Jugosllavisë të Krajinave, kështu edhe seleksionusi Jugosllavisë ishte në atë kohë trive, kishte një Zvonimir Pavičić, ishte nga Kroacia, edhe ja dorëzoi, ma mendon isha aty afër selektorit të Maqedonisë, ja dorëzoi një letër ku e kishte shkruajtur emrin tim. E pash aty, se këtë lojtar ma jep, se në fund të asaj turnamenti që u bënte për Olimpiadën Partizane, u mbante një lojë Jugoslavia, do të thonë, reprezentacioni i zgjedhur i Jugosllavisë me reprezentacionin e Foçës. Aty, ai reprezentacioni i Foçës, mirë të lojtarë tjerë që ishin të njoftën më të vjetër, edhe ma menat lojën kemi lujt me ato dhe fitum 3-2. Krahas teja, ka pas ndonjë shqiptar tjetër, voleybolist? Në atë kohë nuk ka pas. Nuk ka pas. Në atë kohë nuk ka pas. Dhe me thonë, mbahesh mend si shqiptari i pari cili ka luajtur në reprezentacionin e ish Jugosllavisë të voleybollit, normalisht. Nuk ka pas. Pas përfundimit të karrierës, filluat një karrierë tjetër si trajner. Po. Ku e filluat? Këtë kemi fillu karrierën e trajnerit, kemi fillu në vitin 79. Kam fillu me profesor Mehtar Ziberin, Sali Alimi, edhe unë. Dhe më thonë, kjo tresh i pathyeshëm në voleybollin e rajonit të Tetovës. Po, fillu më atër me klubin, një revitalizim i klubit Shkëndia të atërshme. Revitalizimi ishtë bërë mirë, po kishtë ra një se diçka jo këtu i nivelli ose të entuziazmi, edhe me ndihmën e sponsorëve që tash me ndihmën dhe kur kanë qenë, klubi u ngrit në nivel më të lartë. Edhe ne 99-ën filluam me stërvitje, me seleksionime, tek Shkëndia, ashtu? Tek Shkëndia. Bëam seleksionim të trive, seleksionim të cilit trit unë ushtrojsha, faktikisht, punesha unë me ata, me ekipën e trive, si për shembull ta përmend ndonjëri është Naim Abazi, Florentis Klami, shumë të gjenerate. Ato që tash edhe luajn, ishin një gjenerat e mirë po talent, mirë po si ju dini nga 100 e kusur fëmijë, seleksionima aty dy sa shkojnë 3-4 veta, 5 veta. Normale, ajo është edhe tani ashtu sukses të nxjerrish, po. Një të nxjerrish superior është suksesi i madh. Është sukses. E cili që suksesi jot më i madh si trajner? Si trajner, tash sukseset si trajner janë përbashkëta, faktikisht se ne kemi punuar si tandem, si trio faktikisht. Është çdo herë vendin e dytë mirëshim, edhe kupat se kishim në atë kohë bashkë kishim atë fatkeqësia jonë ishte se e kishim kundërshtar Rabotničkin e Shkupit. Në atë kohë Rabotnički i Shkupit, jo se ishte diçka... Rabotnički Pershpedi, po, jo se ishte, po, ata kishin më shumë mjete materiale, edhe ato bleshin lojtarë nga jashtë. Edhe ne kemi pas lojtarë nga jashtë, mirë po kemi pas... kemi marrë disa lojtarë kështu... Ka di. Një, dy ato mirëshin edhe bleshin lojtarë nga jashtë, cilësor... Gjithmonë, di më tepër se sa kundërshtarët. Edhe kretë Maqedonisi mblishin. Ne s'kemi mbledhur për Maqedoninë, ne kemi pas me forcat tona, plus ndonjë lojtar kështu që pak ta përforcojmë atë ekipin si në atë aspektin kvalitativ, pak të jap një shtytje ekipit për suksese. Dhe a je i kënaqur me këto suksese që keni? Po tash kur ne, unë për herë jam për të fituar titullin e ju ishit pjesë edhe kur Shkëndia u shpall kampion i Maqedonisë? Jo, nuk kam qenë atë, jo është më vonë. Kur shpall kampion i Maqedonisë, është më vonë. Titulli kampion dhe fitimi i Kupës së Maqedonisë janë sukseset më të mëdha në historinë e voleybollit. Ajo ka qenë pak më vonë. Pak më vonë ka qenë ajo, më vonë. 2012-ën, po. Po, më vonë atëherë nuk isha antar i stafit të Shkëndisë. Mund ta përmendi se kam qenë një sezon trajner në ekipin e Pejës.
Po. Në ekipin e 5, në 2005 kam qenë atje. Edhe mund të qujtë një sukses kështu të mirë, se kur shkova unë në Pej, ekipi ishte vendin e 5, ashtu diçka. Edhe madje me stërvitje, me disiplinë, pak me... Edhe arritëm ne, edhe në atë kohë kishim atë fatkeqësinë, kishte ekipi 5 që ishte më beteksi. Edhe që ka pas ndonjë që ka ndesh mbas atyre dhe sukseset nuk mungojnë normalisht. Edhe kishin lojtarë më cilësor normal. Mirë, po ne lutëm të 2 finalet atje. Finalen të Kosovës. Po, finalen e play-offit dhe finalen e kupës. Në thonë vendin e 2 të murëm edhe atje dhe atje. Kështu që ishte një sukses i signifikant me qenë se... Kishit shpërblime? Po, ato janë simbolike, normal, pagun, harxhimet e rrugës e pak, diçka. Me që jeni një kohë të gjatë në sportin e volebolit, atëherë, si ishte voleboli që zhvillohej në kohën tuaj si volebolist aktiv dhe si e shihni volebolin tani kur ka kushte më të mira, por cilësia si duket nuk është në atë nivel? Unë tash trokëdeta nuk i kam ndjek shpesh, por kur i kam ndjek që kam vërej diçka entuziazme më intereson, se ne kur lunim ne, kur merreshim me volebol, kur ishim vetë lojtarë, entuziazmi shumë i madh. Çdo pikë ishte kurse kemi fitu kampionatin. Edhe ashtu krijohet edhe ajo shpirti i ekipit. Se kur nëse gëzohet çdo pikë, edhe je i fokusuar në maksimum për ta fituar lojën, suksesi nuk mungon. Klubet janë si një familje, kur ka atmosferë të mirë, ka edhe suksese. Mos më marrin për të madhe tash këto 3 që janë mirë, por nuk shoh atë entuziazëm që ishte atëherë. Me qenë se lojë voleboll ka pasur një revolucion në aspektin e teknikës, në aspektin e lejimeve të shumë gjëra që ne s'mund t'i bëshim. Për shembull tash mund ta pranoj shtopin me gisha ose mund ta mbaj shtopin me lloj. Edhe ti edhe unë mbaj mend që në Tetov, në kohën kur kishte vetëm një sallë e një shkolle fillore, si që ishte Goce Delqevi, ose Marshaltit e atërshme, atërë 7 klube nga rajoni i Tetovës garonin në ligën e parë, 4 në kategorinë e meshkujve, edhe 3 në kategorinë e vajzave. Ndërsa tani kushte ka plot, por ekipe ka shumë pak. Pse? Po tani nuk e di una, i kanë fajet të rritë tash, a të rritë i kanë fajet, a sponsorat i kanë fajet, mos pasja sponsorve, a profesorët ose edukatorët e edukatës fizike të cilët janë në përshkolla, të cilët ndoshta tash nuk mund të çka bëjnë, sa bëjnë, nuk e di si punojnë, po te ne faktikisht animimi, marrja e lojtarëve fillonte qysh në shkollë, domethënë. Si në zonë, si shkollës së mesme. Profesorët, pedagogët e edukatës fizike i bëshin ato klasifikimet të nxënësve të cilët kishin afinitete për ndonjë sport, edhe aty fillon të ajo. Të futën qejf atë sportin, të nxitën, posaçërisht kur ishte, nëse ndodhte që ndonjë prej këtyne profesorë ishte edhe trajner. Po. Kështu që mendoj se tash interesimi ka ra ndoshta edhe për shkak se shumë gjëra tjera janë zbulu. Telefonat janë pengesa më e madhe me sa duket pa. Facebook ka, ku di çfarë them, shumë gjëra banale të cilët trit i ngujojnë për karike që është nuk është gjë. Nasir, ju jeni dëshmitar edhe se nga viti 81 deri në vitin 91 kishte një pauzë të madhe ekipi Shkëndijës për shkaqe më të njohura të asaj kohe. Si e keni përjetuar ju si sportist atë kohë? Po shumë keq është ai përjetim, për shkak ti mësohesh me një ekip, mësohesh me një ritëm, shoqëninë e krijuar aty, përveç tjerave, është edhe një shoqëni shumë e fortë mes sportistëve. Edhe ajo për një herë ndërpritet. Edhe ne kemi qenë shumë tri edhe ndoshta me qenë më i vjetër pak edhe e kupton, mi po ne si tri nuk e kuptoshim pse ta prishin ekipin, nuk ku diçka. E kështu që randi kemi përjetuar. Rand se tu të shkosh një klub tjetër ku
si do të pranojnë, a do të pranojnë, a do jenë... Dhe si do sillen, sërish do të shohin baza nacionale, kush ka je. Po, unë kam përjetuar në mënyrë të ratë, ku kam luajtur për shembull në klubin Mandej. Diskriminim ka pas, më folim tash më tepër, ka pas një farë kështu të heshtur, po ka pas. Ka pasur, po, e di. Tani, sipas juve, në kohën pas mbetësimit të Maqedonisë, pra nga viti 91 këndej, sipas juve, cilët janë ata voleybollistë të cilët janë dalluar për ka cilësia, për ka suksese që kanë arritur në klubin e voleybollit të Shkëndija, po dhe në voleybollin shqiptar në përgjithësi? Po tani në 91 ne revitalizuam ekipin, kështu morëm një iniciativë, kretu u mlodha me aktivistët e voleybollit. Edhe në 91 diçka pak ishte mirë, po njerë shkojnë ka dalë, bindo mande u mlodhëm, bëm një mbledhje të spjegoj pak një mbledhje konstitutive, kështu kishte atë javem Shkëndija, a do të pranojnë, a do të pranojnë, mirë po shumica e pranoj atë emnin e vjetër normalisht. Emnin, edhe aty ngeli, kështu që ne vazhduam në 91-in, nuk kishim, tash ne ishim disa që kishim luajt në ekipe tjera dhe kishim një farë forme sportive të them. Edhe përvoj keni pasur sigurisht. Edhe atë formë sportive, unë faktikisht pak më ra forma se isha ushtar unë 88-shën, edhe kur shkon ushtarë dje se çdo sportist pak bie intensiteti i, mirë po gjatë mes trevitje erdhëm në një farë forme, po në atë kohë në 92-shin, po diçka tash nuk kishim në një sukses. 92-93 filloi atë pa. 92 morëm lojtar, erdhën lojtar, 2 lojtar cilësor nga Shqipëria. Janë Shaban Uka dhe Aleksandr Leqeza. Ishin lojtar cilësor. Se ju ka ndihmu përvoja aty ne? Ka ndihmu shumë. Shaban Uka, siç dihet, ka qenë lojtar i kalibrit botnor. Tash ishte edhe Aleksandr Leqeza ishte lojtar cilësor shumë i mirë. Kështu që edhe plus mos harroj ka qenë edhe Dritan Lezametaj. Edhe ka qenë në ekipin tonë si pasues ishte. Kështu që kishim 3 lojtarë, tash edhe ne 3 prej këtu. Durim Luma ose atëherë Shehabi, Dandit Luma. Unë Durim Luma edhe tash mos ta gaboj kush ishte edhe një tjetër që ishim do të kujtohet, po. Kështu që ekipi mix i jonë, mendoj, kishte edhe 3 që ishin edhe Zulfiu ka qenë, Zulfi Baftiari. Ai u inkuadru në ato kohëna. Zulfiu është ma i ri, mirë po ai u inkuadru atër. Kur filloi kjo gjenerata e vlezërive Vela, Naima Bazi, Besim Rexha, edhe disa të tjerëve të cilët me të vërtet kanë arritur suksese. Ato kanë qenë mësë vitit 93-4. Ato të shtrojnë. Pasiv me, pa. Faktirë ato fillun, ato i ka qenë atëherë të rit, i kishtë ekipin e trive, u ushtronte Sali Alimi. Unë ndoj isha lojtar aktiv atëherë. Atëherë fillun, këto si të ri të ushtrojnë. Si ekipi trive, dhe gjatë kohës u tregu këto dullën si përfaqe si Besim Rexha, si Armir Ferati, Ilir Vela, edhe... Begjeti, si kishme mbi emrin në Idris Begjeti, pasuesi po edhe ka qenë lojtar cilësor. Kështu që këto u kriju një gjenerat e mirë, mandej edhe Plumb Vela, po Plumbi ishte, them një interesant, se ai si meteor, shumë shpejt ai, edhe nuk e di edhe si u kiq, ha? Po, si u kiq, po edhe shumë si lojtar cilësor. Vin nga një familje sportiste, shaj. Shumë shpejt përparoi dhe ka pas suksese të dukshme në... Sipas te, çfarë i mungon voleybollit në kohën e sotme?
Se interesimi nuk është si ma përpara I të rinjve për të kiqër në volejbol, edhe pse kemi di universitete këtu në Tetov, kemi shkollat të mesme sa të dush, por interesimi nuk është ai si më parë. E dini çka, për shembull, unë mendoj se njëherë I mungon edhe mjet, e para mjetet. Nuk duhen shumë mjetet ndaja, po pak mjete, për shumë një palë atletike, një palë tuta, një panel. Edhe e dyta, interesimi I atyne që të nxitin volejbolin. Unë të rrit, po, merren me telefonin mirë, po nëse ka dikush që të t'i nxitet, të t'i krefe, se volejbolli është, ato thunë, këto ja bëshin një termin, qivija, kur t'hynë ajo, e volejbollit atëherë kur t'hynë ajo edhe dush tërhiqesh, nuk mund tërhiqesh, se ashtu tërhek ajo, është ajo magjia e t'i sportit. Ma shumë vlen ajo kur e mëson pak teknikën, se teknika është pak e rëndë fillim, por kur e mëson teknikën, është kështu sport atraktiv. Me bukuri kur luan, me aksione... Me loçkën e zemrës tonë kur luan, po. Me rëndësinë, luhet me zemrën loj. Mendoj se çajo mungon, po edhe interesimi I trive duhet të jetë pak ato, duhet pak ta dinë se sporti përveç që të sjell një farë fame, në aspektin si të them, po të sjell edhe benefite shëndetësore. Po, normalisht, po. Përveç tjerave, volejbolli është sporti, mos tjerë po është sport që e kërkon inteligjencë specifike. Si e kam përjetu familja jote? Kohën kur Naseri ka munguar në shtëpi për shkak të sportit. Po them drejtën, kur kam fillu unë të shtroj volejboll, unë kam jetu në Odër, fshat. Edhe kështu që visha në shkollë, do ngeli vonë me stërvitjet, shkoj shtëpi vonë, mirë po, a që kisha qejf atë sportin, volejbollin, edhe shtëpi kur isha, unë vetëm kërcesha degët e molla dhe që I kishim atje, me tope, edhe nëna ime, e ndjeja s'paste, Rahmet, babas tem, edhe I është ndjerë, I thonte, baba im ka qenë arsimtar, mësues. I thonte, mos e le djalin të lujet top, se këtë katun t'i thunë budala, shpesh kësen gjithë. Mirë po, gjatë kohës kur filloha unë të luja dhe po I njoftën si sportist, më ndalën ato. Kishte, shkojsha, për shumë, kishim loja jashtë ande këndej. Po në kohën kur tani mo ke krijuar familjen tande, si ndihen? Shoqja, fëmijët e kështu me radhë. Po tash momentalisht nuk jam aktiv në sport, mirë po kur ishim, kam përkra, kur ne ishim aktiv. A toni luaj mirë se... Toni luaj mirë? Jo, për ashtu, jo, po kam përkra shumë. Kam përkra. Kishin po, kam përkra shumë. Atëhere, Naser, këto ditë, klubi I volejbollit Shkëndija shënon një jubilet të madh, 50 vjetorin e themelimit të saj. Atëhere, sa Naser Qamili ndihet krenar me këtë jubilet të madh dhe çfarë pret në ditën kur do të zhvillon një ndeshje revijale mes veteranëve të Tetovës dhe veteranëve të përfaqësuesës së Kosovës. Shife, ajo krenaria është e imja po edhe gjithë, edhe pjesëmarrësve në ekipit në Shkëndijës, prej fillimeve para, e deri në ditët e sotme, po edhe e qytetit. Se shumë ka njerëz të cilët nuk merren me volejboll, po identifikohen me, jo vetëm me volejbollin, po sportin tetovar, po shqiptar në Tetov, krenohen dhe mund të them se janë edhe më të zjarrt se sa ato vetë sportistit që... Po, a mendoni se klubi I volejbollit Shkëndija është simbol I sportit, jo vetëm në Tetov, por edhe më gjarë? Ajo që është simbol është fakt. Është fakt se si që gjithë viti I themelimit 1974, I pari sport I parë, ekipi I parë shqiptar, ka qenë Zhorovjani Liria, për mirë po folin për Tetovën, një organizim I tillë nuk ka qenë I pam deri atëherë, ka qenë klubi I parë I cili e ka mbledh njerëzit
këto tifozat, mund të vesh pak më digresion, ne kur kishim loja, në atë kohë kur ishim në atë formën më të madhe, kur kish lojën në sallën e gjimnazit, ato i zhvilleshim në fillim, s'kishte sallë tjetër, ajo sallë nuk u di si i nxit të gjitha ato njerëz. Po përveç që kish njerëz mbrenda, atë shumë kishte edhe për jashtë, po. Vetë kish për jashtë. Po. Edhe bëshin transmetim prej nalt ato që shikoshim prej dritares, transmetim se sa është rezultati. Do më thonë, aq entuziazmi i madh ka qenë që unë s'mund ta përshkruaj. Ajo normal është krenari shumë e madhe. Naser, me që më rritëm edhe ka fundi emisionit, atëherë cili është porosia e legjendës së sportit të klubit të voleybollit Shkëndija për gjeneratat e reja, qoftë në sport, qoftë edhe në jetën e përditshme? Po, mesazhi do të jetë spari në të shikojnë mësimet. Të shikojnë mësimet, mësojnë. Edhe e dyta, të merren me sport, se sporti nëse e planifikon mirë kohën, as pak nuk të pengon në zhvillimin e procesit mësimor. Përkundrazi, nëse gjatë ushtrimeve të zhvillohen ato lëvizja, qarkullimi, gjakut, trunit, zhvillohet, edhe ti më mirë edhe mësimet do t'i kalosh. Po, ma keq është ndegja në këto telefona, TikToka, rrjetet sociale që u thunë, ajo është shumë më e dëmshme, ajo nuk krahasohet për shkak. Ndërsa më e mira është që të merren me sport. E pakrahasueshme është. Sporti zhvillon disiplinën, zhvillon edukatën. Tash është keq themi, po shohim tri shumë pa edukat. Që shkalesh rrugës, shahen, një fjaluar shumë keq në sport, ai nuk ka kohë të merret me ajo eliminohet me procesin e trajnimit, eliminohen ato gjërat negative të një i ri. Sa ai disiplinohet, duhet shkojë në kohë në stërvitje. Duhet krejt faktikisht jo si ushtar, po aty dikush. Fëmijët tuaja merren me sport? Filluan një herë pak me volejboll, pak kanë ushtruar një kohë shkurt, po nuk merren kështu aktivisht. Po janë shumë adhurues të sportit, njëna është, kam dy vajza, njëna është arkitekte, tjetra është mjeke. Kjo është. Naser Qamili, faleminderit që ndajtët kohë të jeni pjesë e emisionit me legjendat e sportit tetovar që emitohet në televizionin Koha. Ju faleminderit, ju falenderoj për kohën e ndarë. Ndërsa ju teleshikues, natën e mirë dhe miru pafshim deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit tetovar.